ati shëndëror historisë jo vetëm përgjeshës, por përpara nga vinë e kohën anor, për të përfituar një mëngjarje drejtësisë tonë, të bashkimit për ekzistencë të kohët e lashtë anor. Pas koordinatët e identitetit të kohën tonë të lashtë sa vetjeta. Kuvendi Arbit paralel apokalipsë dhe pagëzuar edhe si sofra bujare e kuvendeve të bashkimit të shqiptarëve. Ky aktivitet përkujtimor në ndërmjet Drejtorët e varfërve përballë zgjedhjes së rëndë terroristë së Perandorisë Osmane. Në shekullin e 17 të konfliktit roman, në shekullin e kërcënisë shenjtë, ata 23 nëntorëmiesh kanë qenë dita zgjedhjes deri në 9 mart në bashkëpunimi me parë konfliktit së Perandorisë. Atëherë, ata konstituu aktuar në zotërisë së Smajes, në rolin e ministrës së Gjallë. Stabilizimi. Atëherë, analiza e përmbajtjes së vetës, këtu do të pjesë vëret se ajo do pjesë të luftës kundër bashkimit palestine. Bashkimi palestinor ka fjalë për bazë martesë të dy çfarë ka qenë tema që kemi më të Kufit diocesano, se kishte konflikt mes diocezave për të ndarë kufit Jeremia. Kulti meshën komunitare të pajisë liturgjike apo pjesë e komunitarëve. Nuk është hiç normale, është e papranuar totalisht se metodë se njëse mos të komunikacia sa të dush, një mënyrë mos të zërë arsira. Nuk lejo ato të 7 metra pjesëore, me zbatimin rigoroz të rritjeve katolike për ballë politike muslimane të islamizimit. Aktet themelore konsistojnë në rrugën e besimit katolik, kushtet shqiptar dhe Shqipëri. Një moment të shtypë në historinë e identitetit të shkollës kombëtare. Lesha jonë, kështje vikane, dje i lire, sot albane, prit 3 shekush besa kuvenit, mori dritë për papë Klementit. Këtu unë plot kuvendi Arbrit, me arpënot për kumë priatit, ku qënë me shkisha shëndzonit, në mërëqi zbret, po fjalla Zotit. Për 5.000 vjetë, pra parpëtinja, shqip në flek. Pikërisht këtu pranë kishës mesatar shëndzon pak zorit Mërsi, për vend kuvendin e dytë më të rëndësishëm në historinë e popullit shqiptar pas kuvendit besnisës Lezhës, pra 2 mars 1444. Nëse në Lezhë u hodhën themelët për krijimin e një shteti të mirëfillt të arbër, duke mundësuar bashkimin e parë politik, ekonomik dhe ushtarak në historinë e popullit shqiptar, në Mërsi u vendos një gur themeli me rëndësi të jashtëzakonshme për mbrojtjen dhe ruajtjen e identitetit kombëtar dhe fetar të varfërve përballë zgjedhjes së rëndë terrorisë së Perandorisë Osmane. Ky vend ku ndodhemi sot nuk është thjesht një monument historie, por një simbol i qëndresës, mençurisë dhe përkushtimit drejt trashëgimisë tonë. Dhe Bashkia Lezhë mbetet e angazhuar në ruajtjen dhe promovimin e vlerave historike, kulturore dhe shpirtërore që e bëjnë këtë trevë edhe një pikë referimi të rëndësishëm për historinë tonë kombëtare. Le të shërbej ky përvjetor si një moment reflektimi dhe frymëzimi për më shumë bashkim, përgjegjësi dhe dashuri për vendin tonë. Kuvendi Arbit përfaqëson një nga momentet betrarta dhe mbetërimtarë të historisë së kishës katolike në Shqipëri. Një kohë të shënuar nga vështirësitë e mëdha politike, shoqërore dhe fetare, barinët e kishës të udhëhequr nga shpirti i shenjtë patën guximin të mbriteshin për të ruajtur fenë, për të reorganizuar jetën kishtare dhe për të riafirmuar me qartësi identitetin e krishterët e popullit shqiptar. Pa kuvendin e Arbrit, historia e kishës në Shqipëri nuk do të kishte qenë e njëjtë.
Por kuvendi arbitrit nuk është vetëm një trashëgim i kishtare, ai është gjithashtu një thesar kulturor dhe kombëtar. Në një kohë ndryshimesh të shpejta dhe shpesh të pasigurta, kuvendi arbitrit na kujton se një popull pa kujtesë humbet shpirtin e vet, ndërsa një popull që nderon rrenit e tij mund të shikojë të ardhmen me shpresë.